Krishtlindja e parë në Ferizajnë e Lirë apo në Kosovën dhe Krishterë, shfrytëzosin për t'ju uru Krishtlindjen, s'ka mundësi. Është me shqipni tash kur vjen ditë me imponu një farë mënyrë përdorimin e emrit Ferizaj. Përshëndetje, me sot është 24 dhjetor 2025, 26 vite pas luftës, apo 26 vite nga shkoku i kësaj video, pra nga ajo që po e titulloj Krishtlindja e parë në Ferizajnë e Lirë apo në Kosovën e Lirë, që ka të bëjë edhe me një ngjarje me ndërkombëtarët. Shikoni, në vitin 99-2000, në këtë kohë, do thot nga vjeshta mesme dikon tetor, nëntor, është pas themelu në Ferizaj nga Amerikanët, një komitet i sigurisë së sigurisë së përbashkët apo Joint Security Committee, ku gati shumica e qyteteve patën fillu me kriju, kuptimin e një mbarvajtje, një organizimi ku kanë qenë pjesë gjitha strukturat e sigurisë dhe organizata tjera kryesisht të ndërkombëtar, ndërsa vetëm e kanë përfaqësu pjesën e qeverisë lokale. Në këtë komitet kemi qenë pa pagesë. Ne kam përfaqësu, kam qenë si këshilltari kryetarit të atëhershëm Temi Ibrahimi, pastaj kam vazhdu si këshilltari kryetarit tjetër Lumaxhiu. Edhe aty kryesisht kanë qenë Amerikanët, këfori Amerikanë, do thotë këfori grek, uniku, policia, uniku, e gjitha strukturat ose e lloj organizata të huaja, ku tash vetëm unë kam qenë shqiptar, edhe normalisht edhe njoja gjuhën ka qenë përparësi e jashtëzakonshme. Kanë ndodhur shumë gjëra në atë kohë pozitive që i kemi marrë, i kemi organizu me këtë Joint Security Committee, edhe ku kanë përfitu edhe qyteti ynë, tash mos t'hinjëran, i din pak a shumë njerëz edhe të asaj kohe, ku kanë bëjt shumë gjëra. Po du me e përmend një element shumë me rëndësi. Si ka qenë, do thot, paragjykimi i ndërkombëtarëve të asaj kohe, po drejtëm të thonë, ai paragjykim ka mbet, ta themi shpesh edhe ende për tek disa edhe sot. Tash në mbledhjen e dokumenteve i mbajshme mbledhje, tash ishte në vigjilje të Kërshëndellës, Krishtlindjes do thotë së parë, edhe në mbledhje unë po ju them që për shkak se ndërkombëtarët amerikanët atje kanë pas atë paragjykimin që shqiptarët janë popull muslimane, gjithmonë kanë vënë dës janë të orë me një vend musliman, që për neve sidomos që e kemi, se ata nuk e kanë ditë që shqiptarët, për shqiptarë është gjithmonë prioritet primare ka qenë shqiptaria. Edhe kemi kultivu një islam tradicional shqiptar, shamu edhe fe tjera tradicional, ku shqiptarinë e ke zonë të parën, edhe jemi kanë të vlerësuar vazhdimisht për një tolerancë ndërfetare të jashtëzakonshme brenda shqiptarëve sidomos. Edhe për ne nuk ka qenë ndonjë çudi. Dhe ju pata tregu tankon që shikoni, për neve kjo nuk ka rëndësi çfarë përkatësie i fiton. Për neve rëndësia është shqiptar, shqiptarinë e kemi të parën. Edhe i thash, na e festojmë, tash ku fa problemi, s'kena ti kemi pojë, po do thonë që Ferizaj keni me pojë në Kosovë, po e festojmë edhe Krishtlindje krejt, e Bajrame krejt nuk ka fa problemi, edhe kemi po kanë me mojë. Aty nuk ju besoje të fare, nuk më ishin me imagjinu që një vend 95% asaj në kohën kështë, edhe muslimat para ndodhë që shoje mundur me festu, ju s'ka mundësi. Është me shqipni tash kur vjen edhe shqipti. Edhe lidhëm, edhe pak edhe kështu edhe ushtyshëm më shmengo, po ideja ishte që me i bind që për neve prioritet gjithmonë ka qenë populli shqiptar. Pasi
Sërbët, okupatori sërb nuk ka pas lidhje për ata për shkitje konë shqiptara i të ka vëra keq, të ka veç pa feje kia i të ka vëra, dhe më thonë, s'ka të baj kjo kur gjo. Edhe vjen 24 dhjetori, nota 24 dhjetori, ban manifestime, qashtu të mërkurën, festa, kafi, qaj, këni, qëfar atmosferën qytet, ata befasohen, edhe javën e ashtë kërë jemi taku, pa ta befasohen, dhe që është e mundër, jemi befasu, ju kanë të regu familjeve tyne, e tjere kanë përhop, se kështu ka vazhdu, dhe thonë, mes njerëzë, me raportime që këta janë evropian. Thjesht në tonë kuni kemi thonë që na jemi evropian të lasht, ne kemi kulturë të lasht, perëndimore. Këto është, na bile shpesh ka pas do njerë në zyre, unë e kom pas mretin zog, tonë kuni kam edhe sot e kam, pa të ndërë do pa të thonë kush është kjo oficer, është për kjo është mreti shqiptarë dhe tha ka pas mret shqiptarë, thash kur na kemi pas mbretëreshën të uta, kjo Evropë ka qenë e egrë barbare, ka lujt me arusha, dhe në kuptim që s'kan ekzistu fare, na civilizimi perëndimor është këto, në këtë pjesë të Gradishullit të Iliri ka fillu, po normalisht ka nevojë, gjithmonë ka pas nevojë, bëjë thoj shatë aty në përkthysë, pëse s'pi ju shpjegani ka pak histori tonën, do të ju shpjegu. Mos t'ju vje, na jemi krenar, do të qenë krenar çfarë histori e kemi, çfarë origjine kemi shqiptar. Jo më marr vetëm me gjonat ose të tashme. Këto deshta e që me tregu, që edhe atëherë, që ka qenë pak ma normali në ashtë asë atëherë, minerë mas lufte kemi qenë edhe informacionet e perëndimore kanë qenë më të pakta, po që atëherë ka qenë i paragjykimi që ky është vend, këtu kanë dominim në ashtë muslimante, nuk i dujnë, nuk janë me kulturë perëndimore. Edhe pa të mahnit, ishte një pozitivitet për neve një gjohë e zakonshme, për gjithë shqiptarët, po për ata një befasi shumë e këndshme, shumë e mirë, edhe vazhdimisht kanë arrit, do thonë çdo herë me u befasu për të mirë. Në atë kohë, po e them edhe këto, shikoni kur kanë ardhur ndërkombëtar pas lutës, këto kanë ardhur me hartat ndërkombëtare të imponuara, sidomos okupimi serb, jo okupimi atyre 10 viteve që ka qenë edhe më i rënd, edhe çdo gjë, edhe sot mund ta shihni shpesh nëpër internet ko dominojnë emërtimet serbe, për shembull sikur Ferizaj Doroshevaci, edhe kërkon absolut nuk e posti emrin Ferizaj. Çdo ndërkombëtar e din ata edhe që kanë punu, që ka orto, në dokumenta, në mbledhje, fjalime, çdo gjë tonë ku ka thonë Doroshevaci edhe o pas po pak si hit se sa herë ishmi mbledhje në 89-ën para mendo, edhe kur dikush vinte i ri edhe përmend Doroshevaci, thosha ku pe shebra Doroshevaci, ku është ai Doroshevaci? Ferizaj, a di tonë kur imponojshmi Ferizaj, ata që ishin më herët e deshin, edhe menzi prisin që kome posë reagim, se janë edhe proces verbal edhe për këto që e dëshmojnë që kemi insistu të në kuën, mi thonë Ferizaj, edhe thjesht kemi insistu, kemi thonë dilni në qytet, se gjoni ju njerëz që e din ku shka është Doroshevaci, hajde, po s'ka, kjo është Ferizaj, këti thuj Ferizaj është një si Ferizaj, edhe ajo është imponim, edhe në një fa mënyre në atë kohë, në atë nonën, mund t'ju konfirmoj që këtu, që për ati Komitetit të Sigurisë patëm arrit me imponu një fa mënyre përdorimin e emrit Ferizaj, pasi nuk u përdorke në dokumente zyrtare të KFOR-it e tjeve fare, edhe të organizatave tjera. Edhe patëm arrit me e kombinu si Ferizaj Doroshevaci, se ata nuk dëshin thjesht me e jek, bile të ishin s'ka harta, nuk e dim ku janë këto qytete, unë pa ta dham bile dhe harta, pa ta bleta shqetës, na kemi edhe harta të në shqiptare, edhe i sheni që ku i keni. Si do qoftë, këtë video thash përbaj për Krishtlindjen e parë në Liri, në Ferizaj, me të cilën janë mahnit, pra edhe bashkësia ndërkombëtare e pranishme në Kosovë me manifestimet
në botë kombëtare, shqiptare, si çdo festë tjetër, përjashtë i dini një farë festi tjetër që fort na nuk e marrim, po çka janë tjerat i marrim. Hajde ju përshëndes edhe një herë urime e gëzuar për besimtarët e Krishterë, shfrytëzosin për t'ju uru Krishtlindjen, duke ju uru paqe edhe dashuri. Faleminderit, respekt.